Në botë sot shënohet dita ndërkombëtare e gjuhës samtare, të cilën UNESCO e shpalli në sesionin e 30 të konferencës së përgjithshme në vitin 1999. Në vitin 2000, më 21 shkurt është promovuar si ditë e lingvistikës dhe shumëllojshmërisë kulturore dhe multilinguizmit. Në botë sot fliten rreth 6.000 gjuhë, ndërsa gjysmës u kanose të zhdukje në shumë pjesë të botës. Rreth 200 vende gjenden para sfidës që t'i ruajnë gjuhët e vogla dhe të kujdesen që ato të përdoren së bashku me gjuhët botërore. Por, në Maqedoninë shqiptarët akoma nuk e kanë zyrtarizuar gjuhën shqipe, ndërsa sipas profesorit të gjuhës shqipe Salejdin Saliu, zyrtarizimi nuk nënkupton dhe mbrojtjen me ligj të gjuhës shqipe, por ai shtron nevojën imediate për zyrtarizimin e saj. Realisht mund të themi domethënë që mbrojtja institucionale të gjuhës shqipe ne nuk kemi as në Kosovë dhe as në Shqipëri. Mos flasim në Maqedoni. Megjithatë atje është gjuha shqipe është gjuhë zyrtare, domethënë në Kosovë dhe në Shqipëri, ndërkaq këtu nuk është as gjuhë zyrtare. Për një mbrojtje institucionale do të ketë mekanizma që duhet ta mbrojnë gjuhën nga ndikimet e huaja, nga depërtimi i fjalëve të panevojshme në gjuhë tjerë. Do të futet institucioni i lektorit, të cilët fatkeqësisht ne nuk i kemi në mbar hapësirën shqiptare. Në Maqedoni është një problem kryesisht tjetër, domethënë se ne nuk e kemi gjuhën e zyrtarizuar dhe të gjitha debatet që tani zhvillohen përsëri janë fokusuar për një zgjidhje të pjesërishtme të zyrtarizimit të gjuhës. Në një shoqëri siç është Maqedonia, gjuha duhet të shërbejë jo vetëm si mjet komunikimi, por duhet të shërbejë edhe si mjet mirëkuptimi. Në Maqedoni ne kemi fenomenin kur gjuha po na paraqitet si mjet keqkuptimi. Dhe janë absurditete që në shekullin 21 ende të dalin zëra akademikësh të cilët ta shohin si tragjedi për Maqedoninë zyrtarizimin e gjuhës shqipe. Kjo është thjesht e paimagjinueshme dhe tenton se sa këta elita intelektuale janë të ngarkuara. Sipas statistikës, në 3 shekujt e fundit ka zhdukje ose ulje dramatike të numrit të gjuhëve, posaçërisht në kontinentin amerikan dhe australian. Krahas ditës ndërkombëtare të gjuhës samtare, më 26 shtator shënohet dita e gjuhëve evropiane. Në vitin 1998 hyri në fuqi Karta Evropiane për mbrojtjen e gjuhëve rajonale dhe pakicë me të cilën gjithashtu theksohet llojshmëria lingvistike dhe shumëgjuhësia.